Të dashur qytetarë, sot s'kemi ardhur me pankarta, kemi ardhur me një faturë. Një faturë që po e ngulfat jetën e qytetarëve çdo muaj. Një familje në Kosovë me 1000 euro të ardhura mujore ka 1085 euro shpenzime bazike, pa luks, pa pushime, pa kurcime. Vetëm bukë, vetëm rrymë, vetëm ngroje, vetëm qira ilaçe dhe shkullë për fëmijët. Minus 85 euro çdo muaj. Çdo muaj fillon me borxhe, çdo muaj mbyllet me flikë. Dhe kjo është për një familje ku 2 anëtarë janë të punësuar. Paramendoni sa e vështirë është jeta për ta. E lere më për një familje që ka vetëm një anëtar të punësuar. Aty nuk flasim më për vështirësi, aty flasim për ndjetesë. Dhe shkaku kryesor, dihet, rryma. 175 euro faturë mujore për energji elektrike. Rritja prej 21% e çmimit të energjisë elektrike nuk është reformë, është goditje direkte ndaj familjes, është shtytje drejt varfërisë. Qytetarët jo vetëm që po varfërohen, ata edhe po vjedhen. Sepse kur rritet rryma, rritet buka, rritet transporti, rritet gjithçka, përveç paga. Energjia